Tani për prezencën, ne nuk kemi pas ndonjë parashikim për prezencën, nuk kemi përqendruar ke prezenca, por ke akti simbolik i ndërtimit komunikimit me qytetarin. Komunikim i munguar, për shkak se parlamenti ka kufizuar hapësirën e opozitës, distancë krijuar nga vetë ngjarjet që kanë ardhur, dhe thelbi i komunikimit është që qytetarët duhet protestojnë. Pse duhet protestojnë? Se nuk është problemi sa jemi ne këtu. Problemi është për çfarë po komunikojmë, po bisedojmë. Është e domosdoshme protesta, duhet qytetarët vinë. Është Shqipëria kaq e bukur, kaq e lumtur. Edhe pse pas kamrave duket qartë se janë të mërzitur realisht. Po ndoshta ka ndryshuar qasja ndaj politikës dhe mos harrojmë që presioni është shumë i madh, mos harrojmë që lufta për të goditur opozitën në opinion ka qenë shumë e shtrirë, shumë kapilare, duke dashur të krijojnë të distancë e cila do ngushtohet, jeni të bindur. Prandaj tash nuk jemi të interesuar shumë për numrin, jemi të interesuar për mesazhet, për ato që ka përcillen këtu dhe pse jo dhe kjo pjesëmarrje që mos e refuzojmë në pranueshmërinë tonë, për mua është pjesëmarrje që tregon. Këto janë njerëz të lirë. Këtu s'ka as administrat, as njerëz që kanë ardhur me zor, as i është paguar udhtimi. Nuk është protestë kombëtare, nuk është kombëtare, jo. Jo, është platformë, sepse edhe mënyra si e kemi organizuar ne, ka qenë në dëshirën e qytetarit, jo në ato protestat ku angazhohen shumë strukturat dhe sigurisht produktiviteti ka qenë më i madh. Doja dini ashtu siç ja dolët në fakt për Veliaj, duhet thënë, keni qenë shumë më pak. Po, historia politike ka treguar që nisja e këtyre komunikimeve gjithmonë ka pas një rezultat shumë të madh. Jo vetëm rasti Veliajt, sepse quhet rast suksesi, dhe qëllimi ju nuk është thjesht që të përfundojë dhe një tjetër në burg, një tjetër nga të ngjashmit si Erion Veliaj, por që të largohet ky njeri nga qeverisja dhe të shkojë atje ku e ka vendin, sepse është ky që bashkë me ata që janë atje kanë bërë gjitha aferat, gjithë korrupsionin. Gjithë njerëzit e dinë, ju e dini shumë më mirë se sa ne në intervistat që i merrni, por mënyra si e shfaqin ato kundërshtimet e tyre kanë formën e tyre origjinale. Do jenë më shumë, sigurisht do jenë më shumë, se është ortek kjo gjë edhe rritet për të arritur në atë finalizimin e saj dhe unë kam shumë besim që kjo nisje e sotme do ketë vazhdimsi të suksesshme dhe mbështetja qytetare do shtohet, pas mënyrat si i bëjmë në organizimet i kemi vetë në dorë. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe